Pas ceremonialit zyrtar, presidentja von der Leyen pati një takim me kryeministrin Edi Rama dhe më pas konferenca e përbashkët për shtyp. Ajo vlerësoi se Shqipëria ka patur ritmin më të kënaqshëm në çeljen e grup kapitujve, të cilët pritet të përmbyllen gjatë presidencës daneze të Bashkimit Evropian brenda vitit. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë rrugë të gjatë, progres, por unë dua të theksoj se është një progres i mrekullueshëm. Shpejtësi rekord dhe përshpejtim të vërtet në 3 vitet e fundit. 5 nga 6 kapitujt janë hapur dhe të fundit do ta hapim këtë vjesht. E di përpjekjen tuaj personale dhe të ekipit tuaj në këtë udhëtim. Qëllimi është mbyllja e negociatave brenda 2027-s. Na pëlqen ambicia dhe ne jemi të gatshëm dhe me ju në çdo hap. Momenti gjeopolitik është këtu. Agresioni i Rusisë në Ukrainë ka riformuar kontinentin ton. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj mjaft të qartë. Jeni plotësisht në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë me BE-n dhe së bashku veprojmë si një. Ecurinë e procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian është duke ecur me shumë mbarësi dhe me shumë shpejtësi. Folëm patjetër edhe për planin e ri të rritjes që Bashkimi Evropian, Komisioni, nën udhëheqjen e presidentës von der Leyen ka vënë në dispozicion Ballkanit Perëndimor, duke i dhënë mundësinë çdo vendi që përkundër agendës së reformave dhe realizimit të objektivave në kuadër së agende të financohet nga Bashkimi Evropian në mbështetje të thellimit të mëtejshëm të reformave. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila në Tiranë do t'i bashkohet edhe forumit të investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, tha se mekanizmi i planit të rritjes do t'i ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin me reformat e kërkuara për antarësimin në Union.